Po si kur këto të jenë 10 ditët e tua të fundit me Allahun. Kanet, kur zemra e njeriu të hesht, dhe në atë heshtje, dëgjohet vetëm fryma e kohës që ikën. Ka ditë që kalojnë si çdo ditë tjetër, por ka edhe ditë që Allahu i madhëruar i zgjodhi mbi të gjitha ditët e vitit. Dhe ndoshta, kjo është Dhulhixha jote e fundit. Po, mendoje pak. Po si kur kjo tjetë hera e fundit që dëgjon tek birët e Dhulhixhes. Hera e fundit që agjeron ditën e Arafatit. Hera e fundit që ngre duart në dua, ndërsa qielli është i hapur dhe mëshira zbret mbi tokë. Po si kur pas kësaj Dhulhixheje, emri yt të mos jetë më në mesin e atyre që jetojnë. Allahu i madhëruar betohet në Kur'an. Betohem për muzgun e agimit dhe për 10 netët e para të muajit të Dhulhixhe. Surja Al-Fajr 1-2. Shumë dietarë të Islamit, mes tyre dhe Ibn Abasi, Ibn Kathiri dhe Imam Taberiu, kanë thënë se këto 10 net janë 10 ditët e Dhulhixhes. Mendoje, Allahu betohet në to, sepse janë ditë mëdha, ditë kur veprat peshojnë më rënd, ditë kur mëshira është më afër, ditë kur zemrat e sinqerta ngrihen drejt Allahut. Profeti Muhammed a.s. ka thënë, nuk ka ditë në të cilat veprat e mira janë më të dashura tek Allahu se sa në këto 10 ditë. As xhihadi nuk është më i vlefshëm, përveç atij që del me jetën dhe pasurinë e tij dhe nuk kthehet më. Subhanallah. Kjo do të thotë se një tesbi i sinqert në këto ditë mund të jetë më i rënd se malet të tëra veprash në ditë të tjera. Por problemi është se ne jetojmë sikur kemi kohë pafund, sikur do të arrijmë patjetër Ramazanin tjetër, sikur do ta kemi edhe një Dhulhixhe tjetër, edhe një Arafat tjetër, edhe një seçte tjetër. Por sa njerëz ishin me ne vitin e kaluar, dhe sot janë në dhe. Sa fytyra buzëqeshnin me ne, e sot janë vetëm kujtime. Ata kishin plane, kishin ëndra, kishin kohë, ose kështu mendonin. Por vdekja nuk pyet për mosh, nuk pyet për pasuri, nuk pyet nëse je gati. Allahu thotë në Kur'an, çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. Surja Ali Imran 185. Dhe thot, kur të vijë afati, nuk mund ta shtyjmë as për një çast, e as ta përshpejtojnë. Surja El-Nahl 61. Vlla im, motra ime, po sikur kjo tjetë mundësia jote e fundit për të penduar sinqerisht, po sikur Allahu po t'jep edhe këto ditë, sepse dëshiron të dëgjoj zërin tënd në dua, ndoshta je larguar shumë, ndoshta zemra jote është lodhur nga gjunahet, ndoshta netët e tua janë mbushur me boshllëk, por Allahu ende nuk ta ka mbyllur derën. Dhe kjo është mëshira më e madhe. Profeti a.s. ka thënë, Allahu e shtrin dorën e tij natën që të pendohet gjunaqari i ditës, dhe e shtrin dorën ditën që të pendohet gjunaqari i natës. Çfarë mëshire! Ndërsa ne largohemi, ai na thërret. Ndërsa ne harrojmë, ai na jep edhe një shans. Dietarët musliman kanë thënë se njeriu i zgjuar nuk është ai që di shumë për dynjan, por ai që përgatitet për takimin me Allahun. Dhe profeti a.s. ka thënë, nuk ka ditë në të cilën Allahu liron më shumë robur nga zjarri se sa ditë e Arafatit. Po sikur emri yt të jetë mes tyre. Po sikur një dua e jotja në këtë ditë ta ndryshoj përgjithmonë fundin tënd. Po sikur ti humbasësh këtë ditë. Po sikur ti kalosh me telefonin në dorë, me zemër të shpërqendëruar, me namazet vonuara, me Kur'anin të mbyllur, dhe pastaj të vi dita kur do të dëshiroje vetëm një sejdë tjetër, vetëm një estakfirullah tjetër, vetëm një mundësi tjetër. Por atëherë gjithçka ka përfunduar. Allahu na tregon për njerëzit që do të kërkojnë të kthehen pas vdekjes. O Zoti im, më kthe që të bëj vepra të mira. Surja El-Muminun 99. Por nuk do të ketë kthim. Prandaj, para se të vi dita kur pendimi nuk pranohet më, qaj sot, lutu sot, kthehu sot. Mbushini këto ditë me dhikr, me La ilahe illallah, me Allahu Ekber, me salavate mbi profetin Muhammed a.s., me sadaka, me falje, me namaz nate, me Kur'an. Mos e lër këtë Dhulhixhe të kaloj si çdo vit tjetër, sepse ndoshta kjo është e fundit. Dhe imagjinoje pak, nëse kjo është Dhulhixhe jote e fundit, si dëshiron të takosh Allahun, me një zemër të zgjuar, apo me një zemër të shpërqendëruar, me lot pendimi, apo me keqardhje që erdhi shumë vonë. Ndoshta pas një viti, dikush tjetër do ta dëgjojë këtë mesazh dhe ti nuk do të jesh më këtu.
Prandaj mos prit, sepse njeriu nuk e di cili namaz është i fundit, cila natë është e fundit, cila dhulhigje është e fundit. Allahu ynë është mëshirues, dera është ende e hapur dhe zemra jote ende mund të kthehet. Prandaj, kthehu tek ai para se të kthehesh tek ai.